Disa nga sektorët kryesor të ekonomisë shqiptare, sidomos në qytetet e mëdha, po dominohen nga punonësit e huaj. Sipas agjensive të punësimit, në Durrës, në sektor si turizmi, ndërtimi e të tjerë, në 5 vitet e fundit është rritur ndjeshëm numri i punonjësve të huaj në sipërmarrjet private. Në fillim të këtij 5 vjeçari rekrutoheshin më shumë punonjës me aftësi të përgjithshme, që mund të ishin sanitare, punonjës që mund bënin dhe punë të përgjithshme në një magazin. Tashmë po rekrutohen ekspert, pra rekrutohet për një hotel nga sanitarja deri tek CEO i hotelit. Dominojnë më shumë shtetasit Filipinas, indian dhe nga Egjipti. Filipinasit janë më shumë përshtatur në hoteleri dhe turizëm, indianët janë të përshtatur në fabrika, ndërsa Egjipti tek ndërtimi. Në ndryshim nga vitet e para kur nisën të regjistroheshin flukset e punonjësve të huaj që plotësonin kërkesat e tregut të punës për fuqi punëtore, kryesisht në profesione që nuk preferoheshin nga vendasit, tashmë trendi ka ndryshuar. Emigrimi i trurit ka bërë që shtetasit e huaj të kërkohen dhe në pozicione pune, si jurist, ekonomist dhe të tjerë. Ne, për fat të keq, kemi hyrë në fazën që rekrutojmë dhe administrat. Pra, kemi rekrutuar financier, jurist, deri në mësues. Duket pak e pamundur, ama është e vërtet. Por a paguhen më shumë profesionistët shqiptar, apo ata të huaj? Profesionistët vinë me paga më të ulët se sa shqiptarët. Por, duke përfshirë dhe kostot e tjera, që janë akomodimi, kosto dokumentacioni e tjerë, shkon e njëjtë me një punonjës shqiptar, pra paga nuk përbën fare diferencë. Me ritmet e zhvillimit që po ecën ekonomia shqiptare, sidomos në sektor të rëndësishëm si turizmi, ndërtimi e të tjerë, nuk pritet të jetë e largë dita, që stafet të përbëhen vetëm nga shtetas të huaj. Sipas agjensive të punësimit, nevojitet ndërhyrje shtetërore për të rikthyer shqiptarët e larguar në emigrim. Në të kundërt, prania të huajve në vendin tonë do të vijojë vetëm në trendin rritës. Tashmë duket qartë që turizmi do jetë kryesisht nga të huajt, ndërtimi po ashtu dhe fabrikat. Unë mendoj që duhet të ndërmerren disa masa që të bëhet e mundur, ndoshta kthimi i diasporës, duhen disa politika sociale që të rinjt shqiptar që janë andej të rikthehen në Shqipëri. Po nëse ne ecim në këto ritme, pothuajse në çdo sektor do kemi zvendësim të shqiptarëve me punonjës të huaj.